طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazë të nderuar, sonte e kam përzgjedhur një temë rreth Davitit apo thirrjes, pasi jemi në fushën e Davitit. Përveç hoxhallarëve dhe nxënësit e dijes janë në fushën e Davitit. Do të thotë duhet me qenë gjithë në përgjithësi ata që e kanë mësuar një dije me përhap me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Që ka thonë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, bellighu anni walau aya, transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet. Nëse e dini, transmetoni. Ju për shembull shkoni tek hoxhallarët me mësu, e merrni atë dije dhe pastaj çka bëni? Shkoni tek familja juaj dhe përhapni. Shkoni tek shkolla, nëse jeni profesor, nëse jeni punëtor, nëse jeni shefa, normalisht keni me përhap atë dije. Edhe ky umet veçohet për umeteve tjera me thirrje islame, me urdhrim për të mirë dhe ndalim nga e keqja. Thirrja apo të thirrur për tek Allah subhanahu wa taala është rruga e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Nëse ti thret në rrugë të Allahut azza wa jall, atëherë dije që e ke marrë një mision të pejgamberëve të Allahut. Jo mision të pejgamberisë në kontekstin me të shpall zbritja me pas zbritje prej Allahut, po e ke marrë një mision të thirrjes. Dhe pejgamberët e Allahut nuk kanë trashëgu as dinar, as dirham, po çka kanë trashëgu? E kanë trashëgu diturinë apo dijen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, thot thuaj kjo është rruga ime, që thras thot për tek Allah me qartësi, edhe thot çka unë e kush më ndjek mua. Me të vërtetë thirrja në rrugt të Allahut subhanahu wa taala është detyrë gjithë pejgamberëve. Është detyrë gjithë pejgamberëve, edhe na do të pyetemi na dije që e kemi që nuk e kemi përhap. Para unë ti për shembull me një shok rrin apo me një vëllai musliman rrin, me një punë që je aty, edhe për mua arsyetu tash ai në ditën e gjykimit, i thot Allahu subhanahu wa taala, Allah filoni e diti, pse s'm tha, pse s'm kallxoj? E ka ditë. Të më kish thonë, unë e kisha pranu. Apo si disa që i kemi për shembull në për puna që janë, kur i thosh pse s'pe fal namazin, apo pse s'po shkon në xhumo, Allah shefi s'po lën. Ha e ki pyet shefin? Jo se kum pyet, po ti shko pyete. E në ditën e gjykimit nëse ai shefi thot Allahu subhanahu wa taala që s'm ka pyet, s'm ka thonë, unë e kisha lënë. Ndoshta edhe nuk e kish lënë, po për më arsyetu tek Allahu thot, unë thot e kisha lënë. Andaj ti shteri gjitha mundësit, shko pyete, hulum to, pastaj në fund vendosish, atë lën as lën. Po ashtu, këto, domethënë janë disa shtylla rreth Davitit. Shtylla e parë të dish se në çfarë je duke thirrur. Meqense ignoranti nuk mund të jetë thirrës, Allahu azza wa jall, siç e cituam ajetin kuranor, do të thotë, kjo është rruga ime që thras për tek Allahu me qartësi. Qartësia që tu basira që është për qëllim dituria. Nëse nuk ki dituri për me thirr rreth një mesele të caktuar, mos i fut hund. Mos i fut hund në çështje të mëdha. Ka pas rast i kanë bën njerëzit prej këtuit, pushtetarët apo ku e di unë tekfir, kur i kom pyet, tregomi llojet e kufrit si ka ditë. Para më në tekfir bën, e akuzon me kufër filonin fistekin prej këtuit, ndërsa kur e kom pyet direkt, hajt tregomi 6 llojet e kufrit si ka ditë. Me çfarë mendje ti çosh edhe bësh tekfir njerëzit, çosh edhe i bësh qafira muslimanët. Mas pari është dituria. Allah azza wa jall ka fillu me ajet kuranor, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk meriton të adhurohet kush tjetër përpos Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, mas pari diturin, sepse pa dituri ti s'mundesh me adhuru Allahun subhanahu wa taala në mënyrën më të mirë. Pastaj thot, sepse thot, kur ti ke dije, ki mu ballafaqu me njerëz të fitneve, ki mu ballafaqu me njerëz të lajthitur, ki mu ballafaqu me njerëz të devijuar. Edhe normalisht kur ta ki diturin, kjo dituri ballafaqohet në mënyrën më të mirë kundër çdo devijimi, edhe kundër çdo dyshimi që e ke para vetes me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe çfarë thot Allahu azza wa jall, dhe thot debato me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Në mënyrën më të mirë debato, dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala ti do të dalësh fitimtar, sepse
Islami është mbizotrues mbi të gjitha fetë. E më tej profeti alayhis salam e tregon edhe çështjen e të thirrurit. Domethënë çfarë? Duhet me ditë se çka je duke thirrur. Bukur, ti për shembull i thot Muadh ibn Xhebelit, o Muadh, thot ti po shkosh tek një popull ehlul kitab, i thartë e librit, që janë krishterë, jehud, që i besojnë, domethënë librave të para Kur'anit. Gjëja parë thot që do të thrasës, cila është tauhidi, shahadeti është më së pari. Nëse shahadetin ata e pranojnë, atëherë ti i thush për namazin, për agjërimin, zekatin e gjitha këto gjëra. Senet daveti është shkallë. Nuk shkon shkallën e fundit pa e forcu bazën. Bile, fatkeqësisht, shumica prej thirrsave kapen të disa mëkate dhe nuk kapen tek tauhidi Allahut subhanahu wa taala. A di çfarë thot autori? Thot subhanallahu, kjo çështja më ka për mëkatin, pa u ka për tauhidin, është sikur një person kokën e ka të hekme edhe thot ti më ja kuru trupin. Shtypje. Shumë fort e ka thonë. Nëse një person se ka akidën e shnosh, ka shirk, i beson tyrbe e vare, thjesht ai me çato vepra del pi fjes. Edhe ti çka, ti po mirësh me muzikën me ta, ti po mirësh me mjekrën me ta, ti po mirësh me pantollat me ta, ti po mirësh me s'mja dhon dorën grave të huja. Allah, ai kokën e ka të hekme, ai nuk është i gjallë në kontekstin e islamit, domethënë kontekstin e akidës pastër. Pak rëndësi ka ti që mirësh me trupin. Trupi është i vdekur, sepse kokën nuk e ka. Si pikë e dytë të veprosh në bazë të asaj që thret, që ti jesh një shembull i mirë, veprat e tij duhet të vërtetojnë fjalët e tij. Thot Allahu Azza wa Jall, i thot fjalën e Shuaibit, apo Shuaibit alayhis salam realisht i drejtohet, thot unë nuk dua, Shuaibi alayhis salam i drejtohet popullit vet. Thot unë nuk dua që t'ju ndaloj nga diçka që e bëj vet. Unë vetëm mundohem të përmirësoj atë sa ka mundësi. Më thonë, është shumë jo e dëmshme, por nuk kime pas bereqet nëse thret me një çështje e vet nuk e bën. Nëse thret me një çështje vet nuk e bën, ja imponon njerëzve që atë mendim e vet nuk e bën, të hupa imazhi i hoxhës apo thirrësit tant. Mirë, po çfarë po thot? Po thot, po mundohem atë sa ka mundësi. Du me përmirësu popullin atë sa ka mundësi. Se normalisht shumica dhe nuk të pranojnë, ka me pas pejgamber të Allahut që vetëm një person ka me pas pasus. Andaj mos u frikso për punë të pasusve sa të vinë masa e qyshet tek. E rëndësishme është ti me thonë të vërtetën, pastaj me lenë Allahut subhanahu wa taala vjen ndoshta një gjenerat ti ki mu përmend. Bëhu çaj karvani i asaj thirrjes, subhanallah. Paramendo për shembull ata më të moçmit kallxojnë. Ka pastin hoxhallar, bre, disa hoxhallar na i kemi ninë për fshatrat ndryshme, çështu ç'është po thutini, më na kanë thonë edhe neve përpara. Ka pas përpara. Domethënë, a peshini ai zinxhiri i karvanit çdo herë vazhdon. E bëhu ti pjesë që ati zinxhiri me lenë Allah subhanahu wa taala me të përmend edhe pasi që ti vdesish me lenë Allah subhanahu wa taala dhe jo kur shumica njerëzve janë me një anë, valla shumica po thënë edhe unë po them çashtu. Jo, nuk është ashtu. E vërteta nuk ka me shumicën. E vërteta nuk është me të paktën. E vërteta është e vërtetë. Qoftë pak, qoftë shumë, nuk ka rëndësi këtu, nuk shikohet me numër apo. E treta thot, pastërtia e qëllimit. Duhet që kjo dave të bëhet vetëm për të kërkuar fytyrën e Allahut subhanahu wa taala dhe jo për të dukur, as me pas reputacion, e as me pas pozitë. Bile Sheikhu Themin rahimahullahu taala kur e trajtojnë çështjen e diplomës, thot nuk është kush diploma me bë davet. Sheikh Albani, Sheikh Bin Bazi, këta ulemat e mëdhenj s'kan pas diploma, asnjëri s'ka pas. Dituria shikohet. Sheikh Albani nuk ka pas diplom, ka shku më dhon në Universitetin Islamik të Medinës, më dhon studentave që marrin diploma, vetë s'ka pas diplom. Ama për disa koha tash ka ndryshuar rrethanat që ti pa diplom, pa letër, nuk mundesh mu fut në ato vende për me bë davet, atë që ky mjet bëhet wajib, bëhet obligim. Apo mirë, po nuk ka qëllimi diplomës, nuk ka qëllimi i hoxhës me pas diplom pozite, ta marr një rrok, ta marr një pozit, ta bëj kështu, të bona njerëzit më thënë hoxh, sepse kjo e hub sinqeritetin pastaj. Edhe nuk ki me pas bereqet me lenë Allahu subhanahu wa taala, bile thot, nuk kërkoj prej ju shpërblim. Qëre, Allahu subhanahu wa taala po thot, nuk kërkoj prej ju shpërblim që po e bëj davetin. E dyta, thot, nuk kërkoj nga ju pasuri, suratul Anam. S'po kërkoj parë. Pastaj thot, pastërtia e qëllimit që shtam, e katërta thot,
të fillosh me atë që është më e rëndësishme, pastaj çfarë vjen pas saj kështu me radhë. Kështu, që në fillim thirret për tek akidja e drejtë. Mas pari, themelet, bazën duhet me mësu, duhet themelet e shtëpisë me i fuqizu. Po i pa të themelet e fuqishme, çdo rrethon, çdo kohë apo çdo stuhi që e godet atë ndërtesë është e fuqishme. A i keni pa për shembull që i bëjnë ndërtesat për shkak të termiteve. Lloj mënyra i bëjnë ato ndërtesat vetëm për mos murxu, apo kanë bosh tash në kim duket që lëvizin. Nëse ti i bën themelet e fuqishme në fenë Allahut subhanahu wa taala, çfarëdo fortunë që vjen, edhe çfarëdo devijimi që ta sulmon ty atë ndërtesë, apo bindjen tonë ti nuk lëkundesh. E nëse nuk e ke akiden e shnosh, veç me njonin dalish folesh, ta mshtjell kiblën, ta çon kiblën ka Kina ani ta çon. Apo ka Beogradi ta çon. Pse? Se s'ki dije. Për atë arsye, ehli sunneti wal xhamaa i nxisin njerëzit në dije, mi thirr njerëzit në dije, nuk ki mundësi me lexu, dëgjoj vllai jam. Kret nuk janë ndishëm me lexu. Nuk janë ndishëm me lexu. Spaku ngopra vllai jam. Tashmë në YouTube mo ki ligjërata. Veç me dash me ngu. S'ki mundësi me lexu, ngo. Sepse e run fenë Allah subhanahu wa taala. Nëse s'mundesh edhe ato, shko njëherë një javë nderse, apo njëherë në 2 javë, vetëm me rujt dinin Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot Muhamedi alayhi salatu wassalam pikrisht për në qët akide sa vjet boni thirrje. 13 vjet boni thirrje. 13 vjet i ka thirr njerëzit mu largu prej shirkut. Pse vllazni është e rëndësishme akidja apo mi largu njerëzit, mi kap njerëzit në tauhid? Sepse herë do kur do ata dalin prej xhehenemit, nëse kanë gjuna dhe akiden e kanë të shnosh. Herë do kur do dalin. Herë do kur do. Ama një person që ka shirk në besimin e tij, akiden që nuk e ka të shëndosh, ai kur nuk del prej xhehenemit. Dhe për atë arsye na duhet me insistu mja u pastru njerëzve, bestytnit mja u hek, gjitha ato bidatet që në akide, në besim, vetëm i largu, mja u pastru besimin, pastaj mbi qëtë besim të sinqirt, edhe të fuqishëm, ja qëtë blokat për me. Ja qëtë ndërtesën, e bën ndërtesën, edhe me lejnë Allah subhanahu wa taala, këti njeri stuhit nuk i ndikojnë. Po ashtu, të kesh durim në vështërsit. E rruga e davës nuk është e shtruar, thot, me drëndafila. Normalisht, në momentin kur ti thret në rrugë të Allahut subhanahu wa taala, fol kundër devijimeve, kundër grupimeve, ki mu shajt. Disa prej dietarëve kanë thonë, nëse ti flet, vllazni, respektone babën e nonën, respektone djalin, gruan, folni fjalë të mira, sen kërkush flet keq. Mashallah, ky hoxhë është shumë i mirë, thot. Shumë mirë, mashallah, du të më ndihmu njerëzve sen këto janë gjërat përgjithshme, kupton që secili i pranon këto. Si të futesh te devijimet? Si të futesh te bidatet? Si të futesh pak në një kështu në një që i ka devijimet, ti ke më koni shah. Edhe për atë arsye shumica largohen prej kësaj pjese, pse? Se është problem. Problem, le se po folin shumë mas nej. S'po kom qysh me fol. Po folin shumë, le e krejt. Po dikush duhet me dalë me fol kundër të keqes, subhanallah. Me rujt dinin Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtet të dërguarit para te janë tallur për ata që u tallën me ta u kapën me dënimin që e merrnin për shaka. Pika 6 është thirrsi duhet të jetë një njeri me sjellje të mira. Thot, e dini rastin e Musait dhe Harunit, subhanallah. Subhanallah, Allahu subhanahu wa taala po thot shko Musa tek faraoni dhe folni lejin fjalë të buta të mira, qafirit më të madh dynjas, që ka thonë unë jam Zoti, krijuesi jam ka thonë. Edhe i ka thonë shko përpara ti tërheqja vretën se ndoshta kthehet, qafiri më i madh i dynjas. Butësia. Rasti tjetër e dini, ka arë një person e ka bo urinë në xhami, ka urinu, o sjell Muhamedi alayhi salatu wassalam, para menos, si për shkak që tu bukon xhamia, pe qel derën çati pe bën nevojën. Hy gjëm sahabët me kap, me nal. Edhe pejgamberi sa më thot le, mos e nguc, mos e le ta kryn nevojën. E kryn nevojën. Thot merrni një bokall, lana atë pjesën ku e ka bën nevojën.
vjen ky personi beduini, thot a din ku jemi na këtu, a din çka bëjmë na këtu? Ju s'di, thot namaz falim, adhurojmë Allahun se kum di. Thot o Allah mëshiro mua dhe Muhamedit, asa këta tjerë mos i mëshiro se këta tjerë deshte me rrej mua. Thot le këta tjerë, domethënë prej mëshirës largoj. E Sheikh Uthejmini nxjerr dobit. Para mëna, për një hadith, për çet pjesë nxjerr 3 dobi. Dobia e parë thot, sikur thot ti kish lënë Muhamedi alayhis salam me ngajt sahabit taj, ky të utut prej sahabive nuk e kish mshjel avretin edhe e kish stërpi kret xhamin me nevoje. E dyta, thot e treta realisht se stërpikja edhe ajo, edhe e treta thot çka kishim mi bo dom ati. Kishim mi bo dom sepse tu dashtaj me ik, tu dasht me nal nevojen, i kishim bo dom ati. Pra më do më thonë to 3 dobi për cek Sheikh Uthejmini prej kësaj gjë. Mirë, po në anën tjetër, Muhamedi alayhis salam u tregu pak sa më i ashpër me Muadhin, kur ja ka zgat namazin për drek. Shumë gat. Njerëzit kanë puna. Sot për shembull, ti mezi pe merr një leje prej shefit me shku në xhami, ai puna po të pret, ai tipi janis aty surus bekare, 2 sahat. Ka da valla se shkon ashtu një mishteria po pret, i çon shkojnë te pejgamberi sa mi thon ja Rasulullah, thot Muadhi pe zgat shumë namazin. Por më çka i thot Muhamedi sa shokit vet. Muadhi ibn Jabeli halalin dhe haramin mas mirë di ka dit. I thot o fitnexhi, thot. O prishë mendsh, shokit vet po thot. Ndërsa mat beduinin qyshu sjell mënyrën më të mirë. Edhe na në mes vetin dojherë shumë ma lehtë kemi për shembull 15-20 vjet që falim namaz, 30 vjet, bëhet edhe më shumë. Edhe kur ta shohim që e bën një gabim, nëse i thëjmë direkt kifrigallahu, edhe më shpërsi nëse i thëjmë se kom gale une që ky del pi fes, s'del ky pi fes. Ai riu del pi fes. Ai riu që s'den apo s'ka hi alon fe, ato e çet kët pi fes. Domethënë varësisht nga rrethonat edhe personat bëhet edhe Daveti thot Allahu Azza wa Jall prej mëshirës së Allahut ti u solle but me ta dhe sikur ti ishe sjellër ashpër me ta, ato do të braktisnin. Kishin mu largu nëse kishe mu sjell ashpër me njerëzit. Edhe paramendo Muhamedi se sa me ka pas listën e munafikave brenda domethënë grupës brenda muslimanëve, munafika që janë shtirë si musliman, janë fal me muslimant, po munafikat e Allahut e kafire. Si ka vra. Burrshtetas po si ka vra. Pse? Mos thënë tjerë ky shokët e vet pi vret. Sa ata tjerë çka kishin thonë musliman pi vret. Realisht ata që kanë musliman, po janë shtirë si musliman. Domthon për shkak një dobie të përgjithshme. Pika 7, thirrsi duhet të qëndrojë i fortë në rezultatet e tija dhe të shpresojë për mirë. Ai nuk duhet të dëshpërohet nga rezultati i davës. Nëse kapet pas Kur'anit, pas Sunetit, edhe e sheh rezultatin s'pështohet xhamati, e sheh rezultatin jo ushtu xhamati. Kjo nuk është kushti i suksesit tënd. Mos e lidh këtë çështje të suksesit me xhamat. Kur mos e lidh. Nëse shkoni në vende ku ka sufi, miliona ishini. Miliona dervish. Miliona shia ishini. A janë të vërtetën ata? Jo. Mirë, po nëse ka shumë xhamat të vërtetën, shumë më mirë. Ajo është në rregull, po mos e lidh suksesin e rezultatit tënd me xhamat. Po e lidhe kështu, herë do kur do ti kimë nal Davidin. Kimë nal. Se kam të bu vezvese shejtani po s'pe pranon kërkosh valla ç'a më bu. E pejgambert Allah që një kam marrë me veti, këtë mileti e kanë sulmu. I kanë po mrekullit e Allahut edhe se nuk ju kanë bind pejgamberëve të Allahut. Pejgamberi i Allahut. Me ti kush i? Se ka hoxhallor për shembull, përgjithësi po flasim kështu, që mon derse diku valla s'ka interesim babivi, ç'a më bu? S'ka interesim. Ç'a më bani pe ndepres. Po s'bën ç'ashtu thot vëlla. S'bën ashtu. Nuk bën. Njëherë njëoj, njëherë 2, njëherë 10, diku 50, diku 20, diku 10, diku 15, e rëndësishme është ti me bo davet. Që kjo është me bo davet, që fjala atë e munime, lena Allah subhanahu e ta'ala, Nuhu a.s. sa vjet ka bo davet? 950 vjet, 1000 pa 50 vjet. Edhe nuk u bo pesimist. Apo nuk u bo pesimist. Po ashtu, çështja tjetër është që më e qarta është se xhamatet e ditëve të sotme që kanë nxjerr për neve për vete një menhej dhe një program të ndryshëm nga i menhexhi i profetëve. Mas pari ata çfarë nuk e marrin metodologjinë e pejgamberëve të Allahut që ka filluar Muhamedi alayhis salam nga temeli, nga poshtë. Edhe na çdo herë kemi potencu që menhexhi i pejgamberëve, metodologjia e pejgamberëve, çish me ndryshu popullin, është nga vetvetja.
Vetvetja, gruaja, fëmia, do thonë familja në përgjithësi e gjon, pastaj kada ka dale del në gjeti edhe shkohet lart. E xhamatet e ndryshme, grupet e ndryshme, përpos Ahlus Sunneti wal Jamaa, i qesin disa rrugë tjera, i vendosin disa rrugë tjera, pse? Për me arrit të ndryshimi më i shpejt. Mirë, po pejgamberi sa më thot, kushdo që mundohet shpejt me bo ndryshime, apo privohet nga ajo. Nuk mundër, sa Allah i kalon disa ligje, i kalon disa sebepe. Pa i bua ato sebepet, nuk të vjen rezultati i mirë. Ti duhet me bo sabër, kada ka dale, duhet me punu me vite të tëra. Shekh Albani, Shekh Bin Bazi, Shekh Uthejmini, kanë jetu 18 vjet, edhe në fund nuk e kanë prit kalifatin e muslimanëve. Jo, unë po du që tash, po së ne bëjsh që tash. Se ki hazër popullin, alo. E pra të arsye, atër qëka du të me bo, na duhet, na kanë faj këta pushtetarët të muslimanëve, ku e diune këta duhet me i vra. Të hekim këta, na të him këto. Po ka mundësi kështu, hajde ta bëjmë një parti politike, të him, të futemi, të ndryshojmë. Edhe kjo është metodë e gabume që s'mujsh me ndryshu. Çështje tjera janë për shkaqe të ndryshme, votime, gjvotime për një dobi të përgjithshme të muslimanëve sen, po mos mendoni që janë metoda që e bjen sheriatin, asesi. Na kemi rastin në Turqi që 25 vjet, a janë pushtet për shembull, ata që falin namaz, a kanë pru sheriatin? 20 vjet, kret ato ministrit i ka të vetat. A ka mujt me pru sheriatin? Sun e vjerë. As kursun ka me pru. Pse? Se s'është rruga. Mirë po a themi, a e në këta më të mira, po ata sekularista tjerë, laicista që e kanë luftu dinin, prapë themi këta e në më të mirë. Se këta nuk ta luftojnë, dinin kontekstin qysh e luftojnë anti-islamista. Na po flasim si menet, si metodologji, qysh ndryshohet çështja. Ndryshimi çështjes bëhet, çfarë kanë thonë ulemaja? Masa, vetëdijsot, kada ka dale, kanë thonë ti larg peqesi shto. Larg që kjo është rruga jote. Wa anna hadha sirati mustaqima, që kjo, pejgamberi sa ka vizatu një vizë në tokë dhe ka thonë që kjo është rruga ime e drejtë, djathtë të shmajt i ka vizatu do viza, edhe i ka thonë nga secila vizë që tu qëndron, nga një shejtan edhe të thirr. Hajde ti të une, ti, ja be ti. Dersa ki defik, ujna, qujna, këto sen, kur gjas janë këto, ja vëllo, na me çështjet madhore do të më marrna, apo kuptas. Nuk kemi nevojë na mu marr me këto sene. Jo, i pëmsoni do Koran, që do me shkronja, do gjuza, pëmsoni, kur farë ndryshimi s'pa bëni, na bëjmë për njëherë ndryshime. Qysh bëjmë ndryshime, bëjmë me politika, me këto sene, a realisht a e ka hup edhe politikën, mas edhe fin. Edhe diturin fetare, edhe ato e prova për këtë shtënje Allahut Azza wa Jall, ku thot me të vërtetë Allahu nuk fal. Ndërsa nëse ti mirësh me gjërat e tjera dhe e le tauhidin, atëherë Allahu Azza wa Jall thot me të vërtetë Allahu nuk e fal atë që përshkruhet shok në adhurim, por ai fal përveç kësaj kujt të dëshiroj. E një xhamat tjetër që e përshkruan veten në dawen, vetë se dhe menhexhi këtyre është i ndryshëm nga i profete, ata nuk japin siç tham akides në përgjithësi, ndërsa Allahu Azza wa Jall shumë qartë na ka tregu me një ajet kuranor, Allahu ka premtuar atyre, u ka premtuar, e ka marrë premtimin për mi vete. Edhe ka thonë, Suratul Nur, Allahu ka premtuar atyre nga mesi juaj, që thot, që besojnë mesin tuaj dhe bëjnë vepra të mira. Qëra Allahu e ka marrë besën, premtimin. U ka premtuar realisht, që nëse ju besoni edhe bëni vepra të mira, Allah pas frigës që e keni pasur ju, Allah subhanahu wa ta'ala kam ju bo zëtrus në tokë. Kam ju bo juve zëtrus në tokë. Mos e keni gale këta. Zotrimi në tokë është në dorën e Allah subhanahu wa ta'ala. Mbi zotrimi që ti ki mu bo mbi zotrus, feja islam është mbi zotruse. Ka mu bo me lejnë Allah të zëgjel. Shu që hiq mos e qome, mos e lodh ti për atë qështje. Ti veç thjesht rrugën bëne, ti kime arrit aty. Nëse nuk arritish, edhe nëse vdesish ti jenë rrugë veç. Dzem e gjili, vazhdo. 60, 70, 80, s'po arrish tek rezultati, ti veç jenë rrugë, mos dallashit. Vjen pas te e ki fëmin, i ki të tjerët, e kështu me ra, kur vjen ndryshimi pas te me lena Allah subhanahu wa taala, i ki frutet e tua. A i kemi na frutet para 20-30 vjetëve të një politikanit të caktuar, s'po du m'ja përmend emrin, i cili e ka bëhat atë sensibilizimin e masës, që sot dalin lëvizjet e Deçanit dhe lëvizjet e ndryshme anti-islame.
Unë e quaj këto lëvizje bogdaniane më shumë. Po dini për cilën politikan është fjala. Do të thonë, ai e ka buat narrative, ka bu në mesin e popullit. E ka pas idhull, në thojza Pjetër Bogdanin e këto gjëra. Tash çeto lëvizje kanë dalë piti, çure. Rezultati i atij para 30 vjetë. Rezultati i atij para 20 vjetë. Edhe ti sot flet, pas 20 vjetë të vjen rezultati me lenin Allah subhanahu wa taala. E rëndësishme është që ti ki me fol me lenin Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ndjekësit e pejgamberit alayhis salam janë një rrugë të vetme dhe nuk ndahen e as nuk përçahen dhe thot Allahu subhanahu e kjo është rruga ime e drejtë, e ndiq atë, mos ndiq rrugë tjera që të ndash thot nga rruga e tij. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.